Vlerësoj që ishte një takim tepër i rëndësishëm me qëllim që të informohen të gjitha subjektet politike nga autoritetet shtetërore mbi masat që janë marrë në drejtim të mbrojtjes qytetarëve, të gjithë përfaqësuesit një zëri vlerësuan që masat profilaktike duhet të forcohen, edhe pse vendi nuk është i rrezikuar nga ky virus, ka raste të vogla që janë identifikuar, por që obligon shtetin që të marrë masa që ky virus të mos përhapet. U informuam nga Ministri i Shëndetësisë, nga Ministri i Punëve të Brendshme, nga Kryeministri, për të gjitha masat që janë marrë dhe do të ndërmerren në të ardhmen, dhe na njoftuan mbi aktivitetet e ardhshme të institucioneve të shtetit, dhe shteti do të informoj si partitë politike, ashtu edhe qytetarët mbi masat e marra dhe zhvillimet e të ardhshme. Se përket çështjes së zgjedhjeve zotëria Merkur, çfarë vendimi është? Sa i përket çështjes së zgjedhjeve, sigurisht do të respektohen direktivat që do të dalin nga organet kompetente, nga Ministria e Shëndetësisë, nga grupi që menaxhon me kriza, nuk do të ketë mitingje të mëdha, kështu që do të gjejnë mënyrën partitë politike se si do punojnë dhe si do veprojnë. Sot mediumet janë tepër të zhvilluara, bota elektronike është në nivelin më të lartë dhe të gjitha partitë mund të komunikojnë përmes rrjeteve elektronike, kështu që nuk do të ketë ndonjë problem në këtë drejtim. Faleminderit.